absolutisht që institucionet në kuadër të drejtave të konsumatorit duhet të veprojnë me qëllim që të mbrohen të drejtat e konsumatorëve shqiptar, pasi nëse mbrohen të drejtat e konsumatorëve shqiptar, ne kuptojmë që kemi një shtet të drejtës ku vetë qytetarët shqiptar kanë mundësi pra të jenë të përfaqësuar nga ana tjetër dhe sepse me rritjen e çmimeve patjetër që buxheti i tyre familjar është sensitiv, pra individët varfërohen më shumë. Kjo do të mbronte qytetarin shqiptar pra që mos arriten atë në kufirin e varfërisë. Mos harrojmë që rritja e çmimit të çfarëdo lloj gjëje, sidomos të karburantit, pra të naftës, do të ndikojë në çdo produkt final, duke nisur nga produktet bujqësore dhe duke nisur nga produktet e tjera që kanë lidhje me importin, sepse ne do importojmë një produkt me një rritje të çmimesh në tregjet ku ne i marrim, vjen në Shqipëri për shkak të rritjes së kostës së transportit, do të jetë me një çmim disi më të lartë, e gjitha kjo bën që konsumatori shqiptar të blejë një produkt me çmim më të lartë dhe më pas të jetë në kufirin e varfërisë. Kështu që ndaj institucionet përkatëse duhet të mbrojnë të drejtat e konsumatorëve dhe të kuptojnë që nëse rritja ka qenë abuzive, atëherë të marrin masë, nëse rritja vjen si pasojë e tregut, patjetër që në këtë moment nuk mund të veç qeveria shqiptare nuk mund ndërhyj pasi është një rritje e tregut. Megjithatë unë kam përshtypjen që shpesh në raste luftash, në raste festash apo problematikash siç mund të ishte pandemia, shpesh herë këtu kanë fituar tregtarët shqiptar, por nga ana tjetër dhe qeveria, sepse me rritjen e çmimit mbledh më shumë të ardha, sidomos nga tatimi i vlerës shtuar.